Viti i kaluar shënoi një numër të lartë të rastesh të kthimit të eksporteve shqiptare nga vendet europiane, ku më të evidentuarat ishin ngarkesa me mandarina nga zonat e Beratit dhe Fierit. Për këtë arsye, Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andi Salla, në forumin Industria Vendore drejt tregut të BE-s, njoftoi se po punohet për digjitalizimin e verifikimeve në funksion të prodhimit bujqësor për të garantuar më shumë siguri në treg. Gjurmimi është ura digjitale që lidh fermierin shqiptar me konsumatorin europian. Është pasaporta e panegociueshme që hap dyert në tregun unik europian. Sot po kalojmë nga politika në zbatim. Angazhimi ynë është konkret. Ne po punojmë për digitalizimin e proceseve të e-certifikimit, pilotimin e teknologjive të monitorimit, përmirësimin e bazave të dhënave kombëtare. Rimbursimi me 10% për çdo faturë që fermerët dorëzojnë tek grumbulluesit është vetëm një nga hapat që pritet të ndihmojnë prodhuesit vendas. Ministri Salla paralajmëroi se në vijim do të ketë masa të tjera lehtësuese për të bërë produktin shqiptar më konkurrues në tregjet europiane. Në të njëjtën kohë përgatisim masa fiskale mbështetëse dhe financime për të ndihmuar fermerët në këtë proces transformimi. Fermerët tanë meritojnë gjitha mundësitë për të konkurruar në kushte të barabarta. Le të ecim përpara së bashku drejt një bujqësie moderne, të qëndrueshme dhe europiane. Një tjetër pikë e rëndësishme e forumit ishte objektivi për arritjen e 1 miliard eurove eksporte bujqësore deri në vitin 2030. Sipas të dhënave, deri në fund të vitit të kaluar, eksportet bujqësore kanë arritur në 500 milionë euro.